Sot studiet ligjore që lobojnë për kryebashkiakun e shkarkuar të Tiranës Erion Veliaj, i cili ndodhet në burg për 13 akuza për 5 vepra të rënda penale, kanë dalë me një raport për 24 faqesh. Në këtë raport të përpiluar nga studiot Kasovic dhe Mishkon, dhe Mishkon Dereja, thuhet se Erion Veliaj po persekutohet politikisht. Në raport thuhet, ky raport përditëson raportin përfundimtar të Kasovic LLP dhe Mishkon Dereja LLP, lidhur me ndalimin e padrejtë nga SPAK të një kryetari bashkie të zgjedhur në mënyrë demokratike në kryeqytetin e Shqipërisë, Erion Veliaj, i cili u botua më 24 qershor 2025 dhe është bashkëngjitur këtu si shtojca A, raporti fillestar. Supozohet njoja me faktet bazë, parimet dhe kuadrin ligjor të raportit fillestar. Në fakt, kjo lëvizje është një taktike përsëritur edhe më herët për ta theksuar para çdo lloji seance të rëndësishme ndaj Veliajit. Mediat pranë Veliajit, kur ai kishte seancën në gjykatën e lartë, nxorën të gjithë lajmin se studiot ligjore amerikane dhe britanike do të mbronin Erion Veliajin. Në të vërtetë, këto studio ligjore janë po të njëjtat, ndaj të cilave kishte akuza se ishin paguar $300.000 pikërisht për të lobuar dhe për të bërë palë me Veliaj në sulmin ndaj SPAK-ut dhe prokurorëve që kishin kryer hetimet. Këto studio lobiste paguhen për të vënë në dyshim sistemin e drejtësisë të ngritur nga një reformë e paguar nga taksa paguesit e SBA-s, BE-s dhe Britanisë së Madhe. Gjithashtu, përdoren si instrumente për sulme ndaj drejtësisë nga media pranë familjes Veliaj, të cilat i kemi parë dhe përgjime ku flasin për inskenime me 2 milion euro. Të gjitha këto janë veç se taktika copy-paste të përdorura qoftë nga studiot ligjore, qoftë nga Veliaj, apo mediat e dirigjuara nga kryebashkiaku i shkarkuar i Tiranës, siç ka dalë dhe në përgjime.